Do të shkoj me Bendis Drunin për të njohur me këto dy situata që na kanë prirë në fakt në Shkodër. Po Bendis, përshëndes. Përshëndetje Aida. Dy momente. E para ka të bëjë me krime zgjedhore, BKH-ja dhe policia ushtron kontrolle, pastaj tek ajo se çfarë ndodh mes PSD-s dhe Partisë Socialiste. Atëherë, se përket, le të dalim pikërisht pra të nisim me pjesën ku edhe pjesëmarrja e antarëve të Këshillit Bashkiak të Partisë Social-Demokrate e paralajmëruar ditë më parë dhe natyrisht që nuk janë paraqitur ditën e djeshme në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, pra siç ishte edhe pjesë e rendit të ditës. Por ajo çka është pjesë e kësaj mbledhjeje ka të bëjë pikërisht edhe me faktin që edhe antarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike edhe këtë fundit kanë bojkotuar këtë mbledhje duke u larguar nga salla, duke bërë kështu që të gjitha pikat e rendit të ditës që kanë qenë pra për të diskutuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të paralajmëruar dhe të planifikuar pra pikërisht për pasditën e ditës së djeshme, nuk është mundur të realizohet. Akuzat si nga ana e Partisë Social-Demokrate dhe nga ana e Partisë Demokratike ka të bëjë pikërisht pra me mosmiratimin e pikave të rendit të ditës, me arsyetimin se sipas PSD-s këto pika që janë një prej tyre pra pikërisht edhe menaxhimi i plazhit të Velipojës është duke u bërë që për të përfituar kështu për familjarët e kryebashkiakut Beci. Njëkohësisht edhe nga ana e Partisë Demokratike janë të njëjtat pak a shumë pretendime se përket edhe bojkotimit të tyre pra në këtë mbledhje. Dhe duhet të tekstuar se kanë qenë antarët e Këshillit Bashkiak pra të Partisë Social-Demokrate të cilët janë shprehur se nuk do të marrin pjesë pra pikërisht në këtë mbledhje, por do të marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, e cila është planifikuar pra ajo e radhës në datën 13 maj, pikërisht pas zgjedhjeve që do të jenë këtë të diel në të gjithë vendin tonë. Ndërkohë, kjo krisje ka reflektohet me tensionin në terren? Edhe një herë të lutem Aida. Kjo krisje e partnerëve, e bashkëftarëve politik, a reflektohet edhe në terren tek maksimizimi i votës, apo është vetëm thjesht lëvizje në Këshillin Bashkiak për çështje të cilat janë të rëndësishme në qeverisjen vendore? Atëherë se përket kësaj pjese ai natyrisht që ka edhe impaktin e saj, ku natyrisht që një mocion i tillë, nëse mund ta përkufizojmë kështu, si nga PSD-ja dhe nga PD-ja, ka edhe ndikimin e saj, ku ka natyrisht edhe qytetarë që janë pro këtij vendimi, por nga ana tjetër kemi edhe reagime sa i përket edhe të tjerëve që shprehen se të tilla akuza nuk është se duhet jenë pjesë dhe që duhet të miratohen vendimet që janë të mirë të qytetarëve shkodran, pasi duhet të themi që si pjesë e pikave që duhet të miratoheshin në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak, përveç pra menaxhimit të plazhit të Velipojës, ishte edhe miratimi i 6% për sa i përket edhe ndihmës ekonomike për familjet në nevojë pra në qytetin e Shkodrës. Pra, le të themi këto si dy pikat më kryesore që kanë qenë si pjesë e rendit të ditës, natyrisht që ka një ndikim tek qytetarët shkodran. Po, përsa i takon BK-s kontrolleve që janë bërë atje, në çfarë rafshit dhe çfarë ka ndodhur? Çfarë ka bërë që të ushtrohet kontroll në disa zona? Atëherë, sa i përket kontrollit, kemi të bëjmë pikërisht me agjendet e BK-s dhe që janë duke u mbështetur edhe nga forcat e policisë të qytetit të Shkodrës, të cilët kanë kryer kontrolle për veprime hetimore në disa zona. Flasim këtu për fshatrat Malësi e Madhe, Barbullush, Bushat dhe Mjedër. Raportohet se këto veprime janë pjesë të një hetimi të gjerë lidhur me krimet zgjedhore. Të paktën kështu është edhe le të themi informacione dhe komunikata që është bërë pikërisht nga SPAK. Hetimi ka të bëjë pra se kemi dyshime përse përket shkeljes të ligjit zgjedhor, të cilat mund të kenë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Siç e theka pra agjentet e BK-s janë të mbështetur nga oficerët e policisë së Shkodrës dhe kanë qenë në terren për të realizuar kontrolle pikërisht pra në këto zona që unë përmenda pak më lart për të bërë të gjitha hetimet e nevojshme. Pra, kemi të bëjmë me këto kontrolle që janë shtrirë pikërisht pra në Malësi e Madhe, Barbullush, Bushat dhe Mjedër. Paktën këto janë edhe pikat sa i përket qytetit të Shkodrës, bashkisë të Shkodrës, ku edhe dyshohet se mund kemi të bëjmë me krime zgjedhore.
Qartë. Mirë, faleminderit Bendis. Ne mund të sërish gjatë ditës, që dhe edicion informative, për të njohur me atë se çfarë realisht ndodh dhe kush është klima në këtë ditë, të cilat realisht janë ditë e fundit të fushatës dhe që kanë sjellë disa elementë të cilat kanë tërhequr vëmendjen. Dhe teksa të përshëndes nga Shkodra